Si që bëra me dije përpara publicitetit, në këtë pjesë do të diskutojmë për Kosovën dhe për vendimin më të fundit të presidentes Osmani për të shpërndar parlamentin në çon vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme pikërisht në 28 dhjetor. Dhe ky vendim erdhi pas një takimi me krerët e subjekteve politike gjatë ditës së sotme e pikërisht menjëherë pas dështimit të mandatuarit të dytë nga radha e lëvizjes vetvendosje Konjufca për krijimin e qeverisë së re. Si në raundin e parë, Kurti me 56 vota pro dhe Konjufca në këtë mënyrë u nda në kuvend, teksa duhen të paktën 61 të tilla për të krijuar qeverinë. Por është komentuar në mënyra të ndryshme, Kurti është shprehur kryeministin në detyrë se pikërisht dita e zgjedhjeve do të jetë festë e demokracisë. Hamza i sapo zgjedhuri në krye të PDK-s është shprehur se kjo forcë politike do të fitojë. Por sa janë gjasat, si përllogarisin dhe janë parashikimet e analistëve politik por edhe ekspertëve të çështjeve zgjedhore se 28 dhjetori do të sjellë një rezultat ndryshe, një rezultat të qartë dhe një forcë politike që të mund të qeverisë vetme. Shkojmë në këtë momente në një lidhje direkte me gazetaren e Top Channel në Kosovë, Leonita Bajrami. Leonita, përshëndetje. Përshëndetje. Unë përmenda shkurtimisht komentin që ka bërë Kurti, po ashtu që ka bërë edhe i sapo zgjedhuri në krye të PDK-s Hamza. Ka gjasa që një prej partive të marrë shumicë të thjesht, pra të ketë 61 mandate dhe të krijojë qeverinë, apo nga kriza në krizë ky është rreziku më i madh që parashikohet sot? Realisht nuk është, të paktën prej asaj që shohim deri më tani, nuk ka dhe nuk besoj që do të ketë një fitues absolut të zgjedhjeve parlamentare, qoftë edhe atyre të 28 dhjetorit. Kjo marr parasysh edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare që i patëm në fillim të këtij viti, po ashtu edhe në ato lokale që i patëm jo më larg se një muaj. Realisht raundin e dytë e patëm me 9 nëntor. Besoj që përsëri verdikti i qytetarëve përmes votës së tyre do të jetë se duhet të ketë një koalicion që qeverisë me vendin dhe nuk jepet pushteti absolut asnjëres prej partive politike në këtë rast. Ky besoj që do të jetë rezultati që nënkupton se partitë duhet të ulën në këtë rast e të diskutojnë. Deri më tani është parë realisht prej deklarimeve të partive politike liderëve të tyre se ekziston një farë lloj afërsie sa i përket bashkëpunimit të mundshëm, por pas zgjedhor mes partive që deri më tani kanë qenë në opozitë, shpikrisht Hamza që tha se nuk ka vijat kuqe për asnjë subjekt politik, por se nuk do të thotë që është më i afërt me partitë që kanë qenë në opozitë, duke përjashtuar në një farë formë lëvizjen vetvendosje nga ky ekuacioni i bashkëpunimit të mundshëm, por se janë deklaruar se do të garojnë të vetëm në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në anën tjetër është edhe Fatmir Rima i Nismas që thotë se duhet të ketë një bashkim të liderëve që kanë qenë deri më tani në opozitë për të nxjerrë një kryeministër që nuk bllokon çështjet e themelimit të institucioneve të vendit. Zbesoj që do të ketë krizë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit për shkak që tashmë kemi vendime të gjykatës kushtetuese që përcaktojnë saktë se si duhet të ndjeket rruga deri në zgjedhjen e kryeparlamentarit për të evituar një blokadë të mundshme si ajo e këtij viti, e po ashtu edhe për çështjen e mandatare tashmë ka kohë që kemi një vendim të gjykatës kushtetuese sa i përket formimit të qeverisë. Pra po e ritheksoj, gjykata kushtetuese e parandalon një blokadë të tillë si kjo e këtij viti në formimin e institucioneve, kështu që besoj që nga janari maksimumi fillimi i shkurtit do të kemi rezultatet e certifikuara nga zgjedhjet e 28 dhjetorit e pastaj rrjedhin edhe afatet për formimin e institucioneve që besoj që do t'i kemi në kohën të kundërtën. Këtu hyn në lojë edhe çështja e postit të presidentit, edhe po ashtu edhe kjo mund të na çojë në zgjedhje në rast se partitë politike nuk arrin marrëveshje mes tyre për krijimin e numrave, sepse në raundet e para kërkojnë 2/3, por më pas mund të zgjidhet edhe me shumicë të thjeshtë. Gjithsesi, është ende herët ndoshta për të diskutuar nëse ka një emër përbashkues qoftë të kampit mazhoritar aktualisht edhe të kampit opozitar në Kosovë? Po, realisht është herët, sepse të gjitha partitë politike mund të themi se është herët kur vjen çështja te kryeministri, por po megjithatë partitë politike kanë deklaruar se garojnë të vetme në zgjedhjet e 28 dhjetorit, që do të thotë
po besoj nuk do të ketë ndryshime në radhë televizjes dhe vendosja, synon me Albin Kurti, do thotë garon me Albin Kurtin si kandidat për kryeministër, Bedri Hamza po ashtu besoj që do të jetë nga Partia Demokratike e Kosovës, të paktën sipas deklarimeve në momentin që u zgjodh Bedri Hamza si kryetar i PDK-s, ku tha se PDK-ja meriton një kryetar që do të jetë edhe kandidat për kryeministër, e duhet të theksoj se ka qenë kandidat për kryeministër edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit, po ashtu LDK-ja pritet që të garoj me Lumir Abdigjikun, kryetarin e saj, Aleanca me Ardhmërinë e Kosovës me Ramush Haradinaj, me kryetarin e saj, Nisma, të paktën deri më tani ka thënë që hyn edhe e vetme në zgjedhje në rast se nuk ka rrinë një marrëveshje sipas tyre solide me njërin nga partitë politike, po natyrisht do të mbaj për kryeministër, kandidat për kryeministër Fatmen Limajn. Pra në përgjithësi janë të përcaktuar liderët në momentin që deklarohet se do të hyjnë vetëm në garë, se çka ndodh pas zgjedhjeve, po besoj është pikërisht çështja e presidentit që do të duhen partitë të arrijnë koalicione në mënyrë që të votohet presidentja, se ndoshta edhe pse në raundin e tretë mund të zgjidhet me shumicë të thjesht, duhet patjetër që të bëhet kuorumi prej 80 votave në mënyrë që të procedohet me votimin për presidente. Kështu që po besoj tashmë është presioni më i lartë karshi partive politike sa i përket uljes në tavolinë dhe diskutimit për të arritur një marrëveshje, por të paktën sipas deklarimeve të deri më tanishme ka një parafrem mes partive që kanë qenë në opozitë, ndërsa nuk ka diçka konkrete. Ndërkohë, sipas llogaritjeve pikërisht në shkurt do të mund të merret edhe rezultati përfundimtar apo ndoshta të shkohet në konstituimin e qeverisë së re, e në fakt mbushet në 9 shkurt pikërisht një vit që kur u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme që e çuan Kosovën në një krizë të gjatë politike dhe institucionale. Sa i përket situatës së krijuar, dua të sjell në vëmendje edhe zgjedhjet e fundit, balotazhin veçanërisht, edhe pse rezultati i zgjedhjeve lokale apo vendore në Kosovë nuk lexohet si një rezultat i pritshëm në ato të përgjithshme. A kanë nisur sondazhe për llogaritjet e ekspertëve të çështjeve zgjedhore, si pritet të konfigurohet kuvendi me këtë proces të zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit? Ka parashikime cili prej subjekteve ka humbur pesh, cili prej të tjerëve mund të ketë marrë edhe më shumë elektorat, mbështetje për shkak se cili konsiderohet si përgjegjësi kryesor për këtë krizë të gjatë në Kosovë? Po përgjegjësi kryesor natyrisht është Albin Kurti, partia në pushtet lëvizja vetëvendosje, sepse me kushtetut i takonte edhe propozimi i kandidatit për kryeministër, nuk i kishte vota, do duhet të arrente marrëveshje politike, pastaj i takonte mandatari, nuk bëri marrëveshje politike për të siguruar 61 vota. Padyshim që është Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, siç thanë edhe partitë opozitare, arkitekti gjithë bllokadës, po ashtu i zvarritjeve tashmë të afateve kushtetuese për me mandatarin e dytë. Po megjithatë është herë të flasim për sondazhe. Zgjedhjet do të jenë Leonita në 28 dhjetor, kur pritet të ketë edhe shumë emigrantë, në fakt diaspora i dha një mbështetje të madhe në zgjedhjet e 9 shkurtit. A e ka humbur këtë mbështetje të diasporës, apo në fakt perceptimi për ata që jetojnë larg Kosovës është njësoj për Albin Kurtin dhe kabinetin e tij në detyrë aktualisht? Realisht pushimet e Morgatës në Kosovë mund të jenë arsyeja kryesore pse Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje deklaruan që duan të mbahen zgjedhjet me 28 dhjetor, sepse historikisht lëvizja vetëvendosje prin sa i përket të numrit të votave që merr nga diaspora, dhe ky mund të ketë qenë arsyetimi, po mendoj insistimi i lëvizjes vetëvendosje që zgjedhjet të mbahen me 28 dhjetor, sepse mund ta kapitalizoj pushimin e Morgatës dhe që të përkthehet në vot për partinë, pra që udhëheq Kurti. Kështu që kjo mund të jetë arsyeja pse ka zvarritje të tillë, dhe realisht pritet një zvarritje e tillë në mënyrë që Kurti ta shfrytëzoj pushimin e Morgatës, me që zakonisht i kthehet në vot, por duhet të theksohet se çështja e mbajtjes së zgjedhjeve ose zvarritjeve të tilla nuk është pranuar nga partitë që kanë qenë deri më tani në opozitë, pasi që konsiderohet realisht janë pushimet e fundvitit dhe secili ka angazhimet e tyre, po ashtu është një
zvarritja dhe sa i përket çështjes së buxhetit, sepse sa më herët të mbaheshin zgjedhjet, aq më herët do të kishim një kuvend funksionale, pastaj edhe një qeveri që do të mund të hartonte buxhetin për vitin 2026, sepse tashmë është e qartë që do të mbyllim këtë vit pa miratuar një buxhet për vitin e ardhshëm. Kjo nuk kupton që nga muaji mars nuk do të ketë paga, nuk do të ketë pagesa për shërbimet në sektorin dhe administratën publike të vendit. Pasi që në rastet e tilla kur nuk miratohet buxheti për vitin pasues, mund të shfrytëzohet vetëm 1/12 e buxhetit të vitit para pra në këtë rast, duke nënkuptuar që vetëm deri në shkurt mund të kemi duke krijuar një kaos pa diskutim. Ndoshta kjo do t'i bëjë të reflektojnë më në fund liderët politik. Leonita, të falenderoj për gjithë informacionin e përcjell. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.